Nuar dhe mbikëqyrës gjitha veprimet institucionale për të luftuar dizinformimin dhe format e tjera të ndërhyrjes së huaj në proceset demokratike të vendit. Renditës i kësaj mbledhje është ky miratimi proces verbale të mbledhjeve datës 4 shkurt dhe 11 shkurt të vitit 2025, 2 informimi mbi procesin e konsultimit publik të draft strategjisë kombëtare kundër ndërhyrjeve të huaja dhe dizinformimit 2025-2030 dhe udhërrëfysit në zbatim të saj. 3. Shqyrtimi dhe miratimi projekt vendimi propozues për një ndryshim në vendimin nr. 20/2024 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për ngritjen e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për të koordinuar dhe mbikëqyrur të gjitha veprimet institucionale për të luftuar dizinformimin dhe format e tjera të ndërhyrjes së huaj në proceset demokratike të vendit. Fillojmë me pikën e parë, kush është dakord me miratimin e procesit verbale të mbledhjes datës 4 shkurt dhe 11 shkurt? Faleminderit, të gjithë pro. Në pikën e dytë, siç edhe ju e dini, pas miratimit të draft strategjisë në këtë komision, draft strategjia i është dërguar shumë aktorëve dhe faktorëve shoqërisë civile, ai që kanë lidhje me fushën e veprimtarisë së këtij komisioni, është publikuar gjithashtu në faqen e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, ku është kërkuar për gjithë aktorëve opiniona apo mendime lidhur me përmbajtjen e kësaj draft strategjie. Drafti i strategjisë kombëtare kundër ndërhyrjeve të huaja e dizinformimit u publikua në datën 13 shkurt 2025 në platformën e konsultimit publik Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, duke ofruar mundësi që të gjitha palët e interesuar të shprehin mendimet dhe sugjerimet për përmirësimin e saj. Për të siguruar një përfshirje sa më të gjerë, drafti është dërguar gjithashtu me email për komunitetin akademik dhe organizatat shoqërisë civile, përfshirë grupime dhe individë të cilët mund të kontribuojnë dhe kanë ekspertizë në fusha që lidhen me sigurinë kombëtare, stabilitetin demokratik, forcimin e shtetit të drejtës, përmirësimin e sistemit të informacionit dhe komunikimit, si dhe masave për përballimin e kërcënimeve kibernetike, hibride. Gjithashtu, për të siguruar transparencë dhe gjithë përfshirje, dokumenti është publikuar edhe në seksionet dedikuar të Komisionit të Posaçëm Parlamentar në faqen zyrtare të Kuvendit. Deri në këtë moment, përveç komenteve datës 10 shkurt 2025 nga TAEX, janë marrë gjithashtu komente të rëndësishme nga disa organizata ndërkombëtare dhe lokale. Vignum Francë, OSBE në Shqipëri, Komiteti Shqiptar i Helsinkit. Këto komente janë në proces shqyrtimi dhe do të merren parasysh gjatë finalizimit të strategjisë në mënyrë të përmbledhur mund të përmendim si vijon. Vignum Francë, gjatë shqyrtimit të draft strategjisë kundër ndërhyrjeve të huaja dhe dizinformimit 2025-2030, ekspertët e Vignum kanë ofruar disa komente dhe rekomandime të rëndësishme që ndihmojnë në përmirësimin e këtij dokumenti. Në këtë kontekst, Vignum vlerëson analizën e kryer deri tani, duke theksuar se lufta kundër ndërhyrjeve të huaja është e rëndësishme për mbrojtjen e interesave kombëtare. Konkretisht, një nga komentet nga Vignum është ky. Nga ana jonë, mendojmë se rregullimi i platformave online është një nga sfidat kryesore që duhet të adresohet dhe përmendet në këtë strategji. Megjithatë, mendojmë se kjo duhet të përmendet si nevojë për të zvogëluar rreziqet e fushatave të manipulimit dhe jo si moderim i përmbajtjes, lajme treme, fake news e tjerë. Një tjetër sugjerim i rëndësishëm është që të fuqizohen kapacitetet e njësive operative të zbulimit, me qëllim aftësimin për të përballuar kërcënimet hibride. Këto njësi duhet të kenë një fushë të qartë veprimi duke përdorur burime të hapura dhe të verifikueshme që mund të kontribuojnë në denoncimin e fushatave të dizinformimit. Në fund, ekspertët sugjerojnë që përveç kontrollit parlamentar, sikurse parashikuar në draft strategji, duhet krijohet një mekanizëm i pavarur, siç edhe krijimi i një komiteti etik dhe shkencor për monitorimin e aktiviteteve të entiteteve që merren me zbulimin e lajmeve të rreme. Komenti konkretisht, përveç kontrollit parlamentar, mund të merret në konsiderat edhe kontrolli i jashtëm. Për shembull, kur krijuam Vignum, ne gjithashtu ngritëm një komitet pavarur etik dhe shkencor për të monitoruar aktivitetin e shërbimit dhe për të përgatitur një raport publik vjetor, i cili mund të përfshijë rekomandime, kritike e tjerë mbi aktivitetin e Vignum. Ky komitet është i përbërë nga 8 individë të ndryshëm, me background të larmishëm, gjyqësori, gazetaria, kërkimi shkencor, diplomacia e tjerë. Në këtë drejtim, Vignum është i gatshëm të ofrojë këshilla më të detajuara mbi përfitimet dhe avantazhet e krijimit të një entiteti të pavarur të tillë, për shembull transparencë përpara publikut në veçantë. OSBE në Shqipëri
vlerëson përpjekjet e Komisionit Posaçëm Parlamentar për trajtimin e dezinformimit dhe ndërhyrjeve të huaj dhe mbështet miratimin e projektligjit për strategjinë kombëtare kundër ndërhyrjeve të huaja. Ky projektligj është një hap i rëndësishëm për ruajtjen e procesit demokratik në Shqipëri dhe OSBE ka ofruar disa rekomandime për përmirësim të dokumentit si poshtë vjen. Strategjia kombëtare e propozuar ofron mundësi të vlefshme për të përmirësuar pluralizmin mediatik, për të luftuar dezinformimin dhe për të forcuar kuadrin rregullator. Për të maksimizuar ndikimin e saj, është e rëndësishme të merren parasysh disa aspekte kyçe. Stimujt fiskal për gazetarinë hetimore mund të jenë një mjet i fuqishëm për të mbështetur diversitetin mediatik, por njëkohësisht është thelbësore të sigurohet një kuadër i mirë projektuar që mbron pavarësinë editoriale dhe parandalon konfliktin e interesit. Po ashtu, çdo model bashkërregullimi që përfshin pjesëmarrjen e qeverisë duhet të jetë në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare, duke forcuar pavarësinë e institucioneve rregullatore si Autoriteti i Mediave Audiovizive dhe duke forcuar vetrregullimin brenda sektorit mediatik. Rishikimi i kuadrit ligjor është i rëndësishëm, por kërkon më shumë qartësi në koordinim me legjislacionin ekzistues për të adresuar boshllëqjet ligjore në luftën kundër dezinformimit. Është e nevojshme një mekanizëm i qartë për të mbrojtur lirinë e shprehjes dhe për të shmangur pasigurinë në vlerësimin e përmbajtjes, që mund të çojë në censurë apo kufizime të tepruara. Po ashtu është e rëndësishme që të përcaktohen qartë rolet dhe përgjegjësitë e strukturave të reja shtetërore për të monitoruar investimet e huaja, proceset zgjedhore dhe median online, duke siguruar koordinim efikas dhe shmangur bimëdosjen e kompetencave. Gjithashtu OSBE ka ofruar mbështetje për disa aspekte në vijim, përfshirë trajnimin e gazetarëve, zhvillimin e strategjisë të alfabetizimit mediatik dhe organizimin e fushatave ndërgjegjësuese për të rritur qëndrueshmërinë e shoqërisë ndaj dezinformimit. Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka shqyrtuar dhe ofruar sugjerime për përmirësimin e draft strategjisë kombëtare kundër ndërhyrjeve të huaja dhe dezinformimit 2025-2030. Strategjia e paraqitur fokusohet në luftën kundër dezinformimit dhe ndërhyrjeve të huaja, sfida të cilat ndikojnë në demokracitë hibride, veçanërisht në Ballkanin Perëndimor. Komiteti Shqiptar i Helsinkit mbështet këtë nismë, duke theksuar rëndësinë e masave për mbrojtjen e proceseve demokratike nga ndikimet e huaja dhe financimet e palishme në zgjedhje. Megjithatë, nga komiteti janë identifikuar boshllëqe ligjore dhe mungesa kapacitetesh të institucioneve shqiptare për të menaxhuar këto kërcënime. Propozimet e Komitetit Shqiptar të Helsinkit përfshin rishikimin e kuadrit ligjor, forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar, rritjen e transparencës financiare dhe sigurimin e një kuadri më të fortë për mbrojtjen e lirisë medias dhe shprehjes. Komiteti Shqiptar i Helsinkit sugjeron krijimin e institucionit pavarur me përfaqësim të ekspertëve të medias dhe të shoqërisë civile për të siguruar një mbikëqyrje të drejtë dhe transparente. Gjithashtu propozohet integrimi i metodave të fact-checking dhe krijimi i një infrastrukture efikase për të luftuar dezinformimin. Përfundimisht, Komiteti Shqiptar i Helsinkit thekson rëndësinë që çdo masë të jetë proporcionale dhe në përputhje me standardet kushtetuese dhe ato të Konventës Europiane për të Drejtat e Njerëzit. Ministria e Mbrojtjes gjithashtu ka ofruar një opinion të saj lidhur me draft strategjinë. Së pari sugjerohet të shihet mundësia e përfshirjes së koncepteve të NATO-s në lidhje me dezinformimin, referuar strategjisë vlerësimit të aftësive të NATO-s në lidhje me dezinformimin, ndikimin e informacionit dhe ndërhyrjes së huaj, gjejmë racionale dhe logjike përfshirën në fjalorin e strategjisë të treja aspekteve të dezinformimit, malinformacionit dhe mizinformimit në faqen 15 të materialit, të cilat ndryshojnë në komponentet operacionale dhe në ato të masave korrektuese. Prezantimi krahasues të treja definicioneve në vlerësimin ton ka rëndësi për dhënë më qartë dhe pa evazivitet për kufizimin e dezinformimit. Kjo jo vetëm shkon në funksion të qartësisë ligjore dezinformimi, por edhe në kuptimin e masave korrektuese dhe strategjike që duhen ndërmarrë për t'i adresuar. Referuar materialit të NATO-s për kufizimin i keq informimit lidhet me konceptin mizinformim, ndaj do të kërkohet rishikimi i këtyre përkufizime. Sugjeron Ministria e Mbrojtjes që tek fjalori i strategjisë të shtohet përveç tok fjalësh luftë hibride edhe nocioni kërcënimi hibrid, pasi është një term i përdorur shpesh gjatë strategjisë dhe ka rëndësi në vlerësimin strategjik dhe të masave strategjike. Kërcënimet hibride përshkruhen si aktivitete keqdashe, shpesh të kombinuara me mjete ushtarake dhe jo ushtarake në forma të fshehta dhe të hapura, duke përfshirë dezinformimin, sulmet kibernetike, presionin ekonomik, dislokimin e grupeve të armatosura të parregullta
dhe përdorimin e forcave të rregullta. Këto janë përgjithsisht apo opinionet më të rëndësishme që kanë ardhur deri tani nga gjithë kontributorët e ftuar për dhënë opinion gjatë procesit konsultimit publik për këtë draft strategji, për të dhënë akoma dhe më shumë kohë. Është e lidhur pika 3 e rendit të ditës, që ka të bëjë me vendimin që ne propozojmë që të shtyhet afati i këtij komisioni. Për vendimin e keni përpara. Dhe afati shtyhet deri në përfundim të kësaj legjislature, që do të jetë diku në fund të muajit korrik. Pra deri në fund të legjislaturës me shpalljen e mbyllur të saj. Ndërkohë, ne do të rihedhim përsëri për konsultim publik, pas edhe këtyre opinioneve të marra nga këto institucione apo nga këto kontributorë deri tani, me qëllim që të mbledhim akoma dhe më tepër opinione lidhur me draft strategjinë që është tashmë e publikuar dhe e dërguar pranë këtyre adresave institucionale të vendit dhe të huaja. Për vendimin e keni përpara, nëse s'ka ndonjë vërejtje, kalojmë në votim. Okej, kush është dakord me projekt vendimin? Nuk ka kundër, nuk ka abstenim, ky projekt vendim është i miratuar. Ka ndonjë gjë tjetër? Mirë, nëse s'ka gjë tjetër, mbledhjen e mbyllim këtu. Faleminderit gjithëve.